zgjatën nga përfaqësitë e saj si investitori, çfarë është dhe kush është investitori i saj. Janë të ka shumë kona private, nuk e kuptoj si janë pozitën dhe me një projekt një kona private të karë të gjarës, me gjithë të ngjitet të nëmbërë në bashkisë nacionale atë kompetitës në Pandorë, pastaj ta diskutojmë pranë në tjetër. Komisioni vendon se mos kaloj për eksperimentin. Atëherë, mirë, marr fjalën. Më vjen keq për keqardhje e madhe qarje po them, sepse unë kam 2 vjetë për tas për këtë projekt. Megjithatë, e mirë kuptoj dëshirën tuaj për ta zhvilluar qytetin tonë apo këtë bashkimin tonë. Me dashamirën tuaj dhe me zëvërgjërsinë tuaj, faleminderit shumë për zëvërgjërsinë. Megjithatë, projekti do ecë përpara, doni apo s'doni juve, s'ka problem për këtë. Atëherë po sqaroj për herë të fundit, e kam sqaruar disa herë, dhe po e sqaroj edhe një herë për herë të fundit. Projektin fjalë. Dhe për fatin e keq edhe njerëzit tuaj janë ka qenë pjesë e këtyre bisedimeve, ka hershme, sot 20 vjet më herë. Dhe me që po merrem në anën juridike, po ju dhem kaq shumë anë juridike e këtyre njerëzve banorë, po ju them, edhe jo kam shpjeguar edhe më përpara, që projekti inicial ka të bëjë për atë tokë të lënë vjerë të askujt në këto 35 vjet. Në dëshira e madhe e disa njerëzve tjerë, por ndërmjet tyre janë edhe unë, që këtë pjesë të natyrës tonë më të bukur që kemi, këtë balkon ka i bukur, si mundemi si ndodh ta përmirësoni. Dhe për fatin e keq dëshira jonë e fillestare ishte shumë naive. Ne thjesht donim që atë parcelë ta mirëmarrim. Por fal mendimit të jashtëzakonshëm të qeverisë shqiptare, fondit shqiptar në bashkëbisedime të shumta që kemi pas në ta bashkia, erdhëm në konkluzion që numri i madh i pronarë në vitin 91 janë 1117 familje që po t'i shumojmë sot me disa breza se 35 vjet, nuk ka shans në 1000 vjet që do vinë që t'i gjejmë ta njerëz për të bërë shpronësimet apo me dëshirë apo pa dëshirë. E parë, ndërsi i parë i madh që do ishte e pamundur për ta përmirësuar. Tani ka diçka ta lëmë ashtu. Inxhinier, nëse ke dëshirë ta lësh ashtu, nëse kjo është pikpamja juaj për ta lënë ashtu, nuk ka problem, është për pikpamja juaj, po jo edhe ashtu përpara. Edhe pa dëshirën tuaj. Dakor? Themi e shëroj. Mbas 2 vjet bisedimesh, unë i quajta fat madh që ram dakor. Qeveria shqiptare, fondi shqiptar i zhvillimit do ta bëjë investimin dhe do ta falë atë bashkisë. Pra, investimi total është i fondit shqiptar i zhvillimit dhe në fund të përfundimit të investimit, kjo i kalon pronë bashkisë dia. Dhe çfarë do të bëhet më hapa? Hapi i parë është shpronësimi. Pra është një ligj, sikurse po hapet një autostradë, ose po zhvillohet një zonë bani, pra do të zbatohet e njëjti VKM. Pra për shpronësimin e gjithë, sepse nuk ishte shans që t'i gjeje dot, mirë kuptoje, të gjithë të numër të madh njerëzish. Që ne rast parë nuk i kemi këtu, po dhe t'i kishim këtu, ka të volumi madh njerëz. Kështu që ky nuk është mendimi im, po është i qeverisë shqiptare që e vetmja mënyrë për ta bërë të mundur këtë gjë, për ta rivitalizuar, për ta ndryshuar, për ta zbukuruar dhe për t'i dhënë një mundësi tjetër kësaj treve, për ta populluar, është kjo thash. Dhe pra janë marrë nga kadastra kohësjatja e gjatë, në një vit e gjys, ishte saksimi në kadastër të të gjithë pronarët. Dhe kjo është bërë aty është dhe një pjesë e saj duhet, mbrapa duhet është dhe një pjesë e kësaj harte, ku janë saktësuar, ose në gjuhën moderne tuaj është evidentuar, në shqip të saktësuar të gjithë pronarët, si mas pronat, me masin përkast, duke e marrë informacion nga kadastra e qytetit të Ushnjës. Ky projekt i madh, pasi u studiua juridikisht, nga ekspertët, nga juristët e fondit shqiptar zhvillimit, gjetën atë mënyrën e tyre për ta
për ta bërë sponsorim. Ndërkohë, u veprua paralelisht me një projekt mundshëm nga një grup arkitektësh. Dhe ky grup arkitektësh ka qenë disa herë bashkëpunia, ka bashkëpunuar me zyrën urbanistikës, ka bërë planë ripevimit, u bë një projekt një bashkërisht të rishikuam, sepse nuk ishim dakord me një parkim atje, dhe munduam që ta spostonim më lart. Gjetëm që në të kodër atë kodrim ishte një pjesë toke shtem, Fatima mu duk mua me ndihmim, dhe e riorganizuam dhe ata, dhe tashme e kaluam atë shtrinë në të gjitha të plaj për t'i dhënë jetë edhe kishës Shënkollit dhe në krahun tjetër. Pra e gjithë kjo zonë duke hyrë nga të dy krahët me një ndryshim rrënjësor. Dhe në thellë të gjës, shkolla e dijes është që në këtë zonë, përveç atyre udhimeve që ne kemi tradicional, po kërkojmë që të gjithë udhimin autokton të vendit tonë, ti parcelizojmë, ti saksojmë, dhe të shikojmë se si do reagojmë në këtë mënyrë. Kjo është e gjitha, është një dhuratë e madhe që i jepet bashkisë tonë, të gjithë ne. Dhe do doja kontributin e gjithë kujt nga ju, do mendova që do ishte kaq gatshëm, do ishte kaq kurioz në këtë gjë e madhe që na ka ardhur, dhe kur gjejmë mënyrën që ta shikojmë neve se edhe me vonë nesër, dhe do ta shikoj javën tjetër, ju falenderoj për mirëkuptimin, por nuk jam e ju çuna. Jam total mendim tjetër. Falenderoj, kjo është e gjitha. Saksimi tjetër është që për ta përfituar kohën, se mendova është një gjë e madhe që po na vjen, është kjo dhuratë kaq e madhe. Është një investim miliona euro. Për bashkinë, pronar është bashkia Dilar. Nuk është populli, nuk është individ, nuk është person fizik. Është bashkia Dilar. Pronar e aty, investimi. Investimin e përvonë, e quaj që të jashtëzakonshme, arritje të jashtëzakonshme. Ju falenderoj. Tani mund të drejtove personalisht, po të drejtove personalisht. Ti shumë një identime për të zhvilluar atë zonë e kemi diskutuar bashkë. Edhe janë të vëllapën e parë tash janë shumë nga përshëndetuar. Për mënyrën se si ju e thoni, edhe si i vini ndoshta pa dije fjalët në të gjë. Para punës një, kush është ai që ka marrë pronajimin dhe ka prerë limin e pronës time. Ata kanë janë pronarë që lidhje ti janë tjetër. Nuk është bërë janë ta, që shkojnë tek prona private të bëjnë projekt. E para, juridikisht. Nuk e di kush janë ta. E dyta, tek këtu që ajo pronë do t'i dhurohet bashkisë Dilar. Po, kur të përfundojë. Shkruaj këtu. Dhe do ta shikojnë do ta financojë ai këtë apo jo? Po të më Kristian, është prona edhe merr atë nëse ajo vjen atë ka marrë dikush. Një sekondë më vjen. Praktika që Fondi Shqiptar i Zhvillimit Kodjekët të Shqipërinë dhe ju e dini shumë mirë, është krijimi i kompanive dhe marrja e përfitimit për qindjet e aksionerëve kryesor. Shkruajini këto gjëra këtu, i thuhet njerëzve që kjo nuk është për ta na bullin, por është për popullin e Dilarës. Shkruajini këtë që keni të shkruani. Po jo të shkosh te pronojime, të bësh pejtë të marrë pronë, të marrë të na bullin. Se nuk shkon. Se gjitha gjërat e mia buka je me kulturë në këto projekte këtu po shqetëson në mënyrë se si ti flet. Jo, të shqetëson sepse e ke praktikën. Je shumë gabim. E ke praktikën në gjithë Shqipërinë. Po bën hotelin nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit edhe shikoj kush do ta administrojë. Tash. Dhe ti këtë e di shumë mirë. Shkruajeni këtu ta filmosin gjithë bazën e zhvilluar. Unë pyesë juridikisht të mos më thëni një përgjigje. Unë kam një pronë atje, po të shkojmë me tani unë privatisht ta rilevoj parkit të pjesën tjetër. Si ju vjen mirë. Para po flet gabim, dakord, sepse i pas sqaruar, po do ta sqaroj. Në parim, të gjitha pronat janë saktësuar me kadastr. Pra kush janë për projektin kurtamizatime. Po do të dëgjoj se po ka vaj studio. Jo, nuk ka vajtur atje. Studio po ta them. Studio e ka relevuar në total pronat. Jo 1/1. 1/1 janë sikur se janë pronat të regjistruara në kadastr. Thjesht kanë saktësuar bashkia, urbanistika në bashkëpunim me drejtorinë e kadastrës, ka saktësuar se kjo parcelë e regjistruar, nuk është regjistruar, se e regjistruar siç është aty, se siguron, e ndarë në edhe njëshin e kujt është pronar. Kupton? Dhe është marrë kaq. Kjo saktësim prone me metër katror është e saktësuar tani. Dhe juridikisht është hapi 2 që e gjithë kjo pronë, dakord, do të kalojmë për këmbë,
do të tjetërsohet, do t'i kaloj pronë bashkisë. Do të mbështesim me gjithë fuqinë nëse do të kaloj Po kështu rase të një Po nuk dash para. Po kur je zgënjur në një herë ti, se s'po kuptoj dot. Kur je zgënjur në një herë nga unë? Po ti do tani pra. Vizitimi është imi se do ta besa më përpara. Jo, pra jo, nuk është ashtu. Po nuk është pa jo se thua ti. Nuk është jo se thua ti, po është jo sepse unë jam rrap jem vizitimi dha për ditë. Pra Ta bëra ti se gjeni ti mund dyshosh, po kur ti e di shumë mirë edhe mua, shumë mirë, mirë edhe gjithë to gjëra që kam bërë këtu, aq se kam bërë. Po jam shumë dakord. Po çfarë pra? Nuk do ta kundërshtoj, unë do të them praktika që janë sot në Shqipëri, di ku janë? Po ç'pun ka? Po bën fondi zhvillimit. Po s'kam lidhje me Po jo praktikën. besoj se një ta gjë. Po jo ma zotri, po nuk kam për një gjëje. Okej, hajde kalojmë këtë se është për mirën tonë. Dëgjoj. Me qenë se ndjeri Kokoneshi bëri një investim atje, që ta bëjë dhe tjetër në shka marrë tani. Se ai investim që shkon atje ka vënë një emra. Investimi që mund bëhet atje, ja kanë vënë emrin ata. Do më pas do nëpërmjet këtij kartoni, nëpërmjet kartoni që ngrihet kështu, Edhe ty të shkon e për nga këshilltar pa atë që ngren gjithë kartonin kështu, nesër të lori një kargo. Tani ti të shkon. Po, mbas ndjerit Kokoneshi e ti, le ta bëjë dhe i tjetër atë. Po më pra dëgjoj, ti të shkon e për mend. Po, jo, kështu ka vazhdojë. Ta marrë, a folë ti. Media të gjitha dhe, me Nuk për e dëgjoj. se the qeveria shqiptare do na vjen investim. Vjen të bujqësia një kur na intereson. Le ato janë. Çfarë investimi do bëjmë? Kalojmë me tash zero. Një Sa më zero? zero gjuar. Jo zero, vetëm zero mos e gjoj kryetar. Se e ke 4 anë sa krau gjithë taksë. Ke gabim. Po, më ti mbroje, Po ti do ta mbroj. Atë që është vërtet do ta mbroj. Don ta mbrosh. Magor, po jemi tek ajo. po, Teorishtja. ajo. Mos kalojmë Se zero. do me përshtypje e dyta, kryetari do kishte dhënë një tërheqje që Politik jemi këtu, të lutem. Marrë këtu. Ta marrë teorishtja. e uishtja. Me qenë se ndjeri ka bërë ati investim, vazhdojnë një ndjerë tjetër të marrë dikush, se ata ka marrë dikush. Dhe ka marrë, tani tonë, ritme kryetare, tash do të kishte dhënë ndërheqje, s'na shpjegojnë pse s'dhe ndërheqje. Do të kishte dhënë ndërheqje që sa qef kandidate për deputete. Po do të kishte dhënë, nëse ka ligj. A sot? Ligji e ka Ky she ka ligji. të marrë mandat. Po pse dhe nga drejtoresha të rregje? Po arsimi është Do qysh, më shpjegoj ti vetë. është Kylaja, shtindarë, Po kjo është detyra. vazhdo, se i gabimi kryetarit tu. Jo, kjo Ky është është gabimi kryetarit. Do të kishte dhënë ndërheqje tonë. Në kryetare këshillit. Qesa që kandidat. Këshilltari vjetër. Po se jam i vjetër për plas. Po kam përvoj. Po ja. Po ato që kam thënë nuk kanë dalë dhe kam përdalë. Po i vjet që marrë. Dhe për i them dhe sekretarë, dhe dole nga tema. Mos bje letra 2 ditë para për mbledhjen të zonja sekretare. Do i japë ne me vesh si këshilltar tu për 24 Jo, orë. lidhe me atë, mos e kërko kohë, se të sqaruar. Jo mba mbrisin. Jo, po gjeni. Jo mba mbrisin. Çdo 2 minuta kohë për ta lexuar Jo, atë. dole nga tema. Me që dashë 2 javë të tjera. Për atë e ke pas. Mos ka lo zonja sekretare, pash nuk kishte dhënë ndërheqje një. Me kohë. Një sërim, ligji e ka mandati i këshilltarit është papajtueshëm në mandatin e deputetit. Në lidhje me juristën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, jemi marrëmendje dhe me shkresa kur të merret mandati i deputetit, jepet ndërheqja nga Po mandati. pse va ndërheqje nga arsime? Kjo është detyrë. Kjo është As detyrë s'mund quhet. Kjo është një. Megjithatë unë do ta jap Doricën sot. Po tjetër ka ardhur për deputetë. Kjo kisha Po tjetër ka Roli nuk me ty dora për të rregjën. Po vazhdojnë si dorë nuk jetë të Po sta rishtë. merr aty dorën. Po vazhdojnë si indje. Po, ne ta bëjmë ka ca ligje shi. Vazhdo. Shteti ku jeton ti ka ca ligje ka vendosur atë që ne zbatojmë. Mos u përzit të brendshëm. Po mirë, Po çfarë? të këshillë du të jesh ansian. Ha? Indjeri, po tjetër. Ka vdekur ai. Po fizikisht gjallë ishte. Asta punën e projektit kryetar. Me që po shikoj unë edhe jetë dhe nuk është punë në parim, apo jo? Nuk jam punë Po fare. pra, Po parima pa dëshuar që ata kalojnë se ndihmoni. Duhet ta shty për kohë. edhe ai që thotë jemi... Ata kalojnë parim pra vendimi për ti. Po Sepse, shiko, mund të, për shembull, vetëm njëri mund të jam tim qytetarë dhe ty për shembull të bëhet siguri pa atje ku të bëhet investime. Sepse
problem tjetër. Është porosi. Po kjo nuk tregon që në fakt me legjenda që lidhesh në marrëveshje me fondin shqiptar. Bukur e bëjnë atë edhe me atë kusht. Po kaloni parim ka ata vënë. që për shembull ajo që tha Geni që kjo Dakord, ja. asaj i kalon bashkisë Divian. Jam shumë dakord. Po ta kalojmë parim me të kusht. Të lutem. Dakord me këtë, ose që do jetë provë bashkimi. Edhe këtë duhet ta bëni me marrëveshje me ne bëm, po e bëm në tim sa ekonomi, pastaj. Ne kalojmë një mendim që na ata kalojmë parim pa. Me këtë kushtin që thotë. Jam dakord pra, jam dakord. Kjo të detyron ty pas. Jam dakord. Shumë mirë që hyra ashtu që na e zgjidh. Jam dakord. Nuk e shikoj që po edhe diçka, sa është vlerë ti besimi se nuk e shikoj. Nuk ka, sepse akoma është i pasistemua. Është thjesht kalim në parim që vazhdojë puna. Në fakt drejtë ka Geni se Një pra e vend të kushte. që në hotel se hotel ata. E di shumë mirë e ka kap pika strategjike dhe po i marrë. Ka që ku të të shumë mirë, po sa kush i gjithashtu jep. O je, e jo çuna për derisa e bëni kusht, lutem. Edhe kush merr dhe shikoj do t'i vjen lek apo jo. Po për dakord. E vend me kusht. Ata kanë më rendite ta. Ta fusim me rendite apo jo? Do ta fusi vetëm nëse e bën me kush. Po pra tash. Po. Shkruaj se po e gjoni këtë Me këtë kusht. Ne të kusht. Po ta shkruani si supermarket. Jo, do ta shkruaj po, Ta shkruaj po. vetëm me shkruaj, ta shkruaj Se në ajo proces verbal edhe Kusht do të jetë me kusht se shkronja të mëdha. Po, dhe me dorës. Dhe me ndalë dhe me dorës. Por e ta marrë, ta mund ta marrë dhe me punë, po ai e vjen poshtë në punë valla. Do jetë pronë diviane, ndyshe nuk zhvillohet, çka qenë ajo. Atëherë kanë më rendite. Do ta kaloj me rendite vetëm nëse do vendosin me kush me shkrim, jo me punë. Po pra, me shkrim. Ndryshohet sekretare me shkrim, Shkruaj atë shkrim. edhe te projekti vendimi. edhe diskutojmë fund. Edhe ne do të çndojmë dhe shkundajmë prapë. Dakor. Atëherë e doni dhe ta shkruani rendite si shtet. Këtu brapa me se kurçoni vetëm të rrobat. Sekretare, po do të marrë benzinë apo do? Tash. Tani ja shkoj edhe, sa më kanë ato? Do ngapi ka mërsi. Reu, Që tjetër? ndoshta do më japësh drejtë. Për kjani. Do të i kemi nuk e di. Sa të jap drejtë. Për kjani. Çeva këshillën kasës, dali jashtë e unë. Era në arkiv. Kese kontrollor një për njëti të përshë. Vazhdoni si me atë ishin. Me ishin që bëjë mbledhje në klub dhe bëjë në maqë do. Po vetë shkojnë në të gjitha vendime, duhet vinë me kushin që Vjen ke gjelova se ke. unë ta dhe time dhe Po ta bëj fare Se nuk i s'ket bashkisa ja, mos nuk i s'ket bashkisa, ata i bënë e Edhe bashki do bësh shtetërore. Do t'i marrin një tjetër. Edhe bashki. Ja se kalon bashkisin ju që do atë dërshton. Jo, Po si do atë dërshton? Edhe bashki do t'i marrin privatit tani. Edhe bashki t'i marrin privatit. Katër bashki do bëhen me një Po privat. kur i lati më një gjithë, po të zi mas qenë në latë, po si e zotën, Tani ja kemi e lënë. të regohet i portë, e të regohet sa votën. Që që rego, atë i urdo, ri atë. Jo, ne mund të rrimë. Ne s'kemi çfarë të flasim tani. Ne zhvimës mbledhim. Si dush. Se zhvimës s'kemi Drejtar, është pakësia madhe se udhëtimi drejtë është Ore, ato janë në punën e nere, konflikte të shkile. Konflikte po s'kam fare. E tregon vetëm demokratinë do do. E tregon
vetëm të votimet atë. E tregon vetëm të votimet, ja. E tregon vetëm të votimet, pashën. Ndërkohë votojmë të bashku me shtesën Diljen Geni, Ënge? E votojmë të bashku me shtesën Diljen, do të fillojmë se po vënohemi ndërkohë. Pastaj më blok të kaluar së bashku me shtesën me kushtin që ka vendosur këshilltarët. Olili, apra ngrihe, Olili. Po. Jo, në të asërën të punës si pas kushtit si shtatë retari në planet e bashkisë. Po pra, me kushtin që po shkruan këshilltarët. Se këtu të nga i nuk është shkruan e fonditë. Nuk të shkruaj të investimi ka lonë bashkisë të vjatë. Do të kemi pasur dhe proces verbal. Nga partësia jonë, në muslimet dhe tjetë. Nga fytër tonë. Nga këshilltarë, gjatësakë, këshilltarë, dhe këshilltarë së të zila. Dhe këshilltarë nga shqipëria. Dhe nga muslimet dhe tjetë. Pro, kundër, abstenim, i kemi pasur gjithë materialin dhe sonë që kemi vërtuar. Pika e tretë është informacion në zbatimin e vendimeve të këshillit edhe profesionale. Pse si erdhi ja para të letra për sa të shpendet? Shkoj e da, Pse si erdhi ja para? Mund që të vinte ndihmë ekonomike 2 ditë para, ne mund ta pranojmë, po qofse s'do erdhi ja para. Pyetje Geni, se s'ka. Genin e. Për shohun Genin aty kombanare. Po, Pyta Astridi pse. Ka qatë datën e ka arru, që me datë? e një për mbledhjen tjetër. Po një më të një për të nëzituar. Ka rregull, ka ligj. Na bashkë sekretare s'u ta bie vizitar. Jo e lashe. Ore, jo ka ardhur 4 prillit. E bra. Kjo jeni 40 para që mos kemi mundësinë. Pas bjerë Në 18 tani, dakord jam, po them që mund të keni drejt, po them që unë po them e kam studiuar, kam 6 muaj me këtë punë që po merr. Tani keni edhe pak besim të ku, pak fare. As ti nuk besim fare. Dhe unë, Ore po kush e ka marrë, se jam për lëndë. Besim. Ore nuk ka bashkjet, do e vend mene të nuk ka bashkjet. Ma sun si to, do janë kretare. E janë dhe deputete, do të bësh shikurim. E do të bësh shikurim. Do ta leja ti pasaj ti ka të bashkë. Zinde para, lexoj e ti, lexoj e po, lexoj. Je më për fund, vazhdo me të mbaruar, po të mos fillojmë të. Po lexoj. Projekt vendimi ka dhënë me kusht në vendin e Këshillit Bashkiak që nuk pika. Të gjithë projekt vendime që do të vinë në Këshill për projektin ferma Argjiz dhe rrugëllimin teknologjik Divjak do të kenë shënimin që ky projekt pron pas projekt pesë pron pas përfundimit të investimit do të jetë pronë e Bashkisë Divjak. Askush tjetër nuk do të ketë drejt pronësimi në këtë investim. Po. Jemi qartë. Në këtë shtim një vajtë ti atë zjatin do të tremë. Do të bëj pronë bashkisë dhe do ta marrë. Po ta tjetër një që do të bashkë. Ore jere do të bëjë. Si nuk do të bëjë marrë kush do të një vjen të më dëshoj. Ne bashkojmë si Ore pas la si se gjiri më duke. E marrë sa gjiri më duke. Edhe me sjellë si Divjakës pronë e bashkisë që edhe ka kaluar atyre tjerë. Edhe bat juan. Jo, ne s'kemi bërë, s'kemi qenë dhe këtu. Ne s'kemi qenë dhe këtu, por ne s'kemi qenë në bashkë. Ne me zi këthym ata, na shteti i kalon të bashkit. Ju me bashkit me kaloni pra të shteti. Jo të shteti po të ti. Jo ti jo, ai para te. Edhe ai që keti të lartë. Vetëm një bashki nuk ka pranuar. Në gjithë Republikën tonë, vetëm një bashki nuk ka pranuar ta kalon. Ne ka Një bashki vetëm që ka pranuar. Dini kush është?
ka tjetë kush dore ka kaluar me gjithë Shqipërinë se Unë jam komplet kundra se s'ka çfarë bëj. Por kundra ime ne, ka qenë të shtetit dhe ne kemi kaluar tek bashkia. Tani me nga bashkia investon shteti, e bashkisë, pastaj e aty tjetër. Edhe këtë projekt shumë ta bëj. Pronë e bashkisë do ta marrë ta në gollë. E ka marrë, Do ta marrë unë vëni. çfarë më të duhet unë, pastaj jam ty do. Do ta marrë unë. E beti, ja morën deputetin aty. Ja morën, fitoi dhe ja morën. E mbrojtë ato, se mbrojtë. E mbrojtë, se mbrojtë. 4.650 Ja thash në fillimun, nuk do të thashë nuk do të lënë. Për çfarë? Nuk do të lënë tash. Ishte lart. Dhe deputeti atë i dha llafën Grabianit, doli këmisha grabisha vetëm plosi. Për mirë që për shumë mirë atë. E pe Kravastan Remas. Grabiani e dha motën. Andaj tash se mbrojtë ato. Nuk e mbrojtë ato. Dhe to vota i morën atje ato. Morën atje. Remas ka stava patun të stava, snova të kaj. Dhe pa, zonja vase qosi, gjithë zonja vetë, zonja vetë në shëndinin. Dhe ta shumë se më të E shitën o një, e shitën. E shitën o shqipora. E jo mbraqa me telefon, do toni që me e lusin. Ore e shojë, shokë këtyre. Me telefon e jo mbraqa. shokë të me kam të me go. Shokë këtyre. E fitoj, e me drejtësi e fitoj, e amon. Po nuk i di tjera ta, i di kështë. I din ato, I di, ha, i di. Sa janë propë të miratuar për skandilin? Kilove dhe, apo kilove? Kompani italiana është kundër abstenim mirator për skandil numër 8 për miratimin e mendimet me njëhershme për fëmijët me njëri dy ose në fëmijë të divorcuar. Nuk e di nëse kemi diçka për të diskutuar. Po po jep vetë rëndima, patë do të Sa kam në të fjarë, në në pleshu që janë të fmi pa frike, po me zallat e di një për kushtysere. Flik ka, flik ka, qatë ka, jore s'ka. Kemi si të shkone e mërne ti... Kemi si të shkone e mërne... Gjithësire e mërë të qani në shatë të pikanë më repasi. E shohë gjithësire. E shohë shumë. Nuk ka bërë të gjithë, ka bërë të që përsilë. Nuk ka shtune në se shohë se... Se shatë për kujit më statë të kasë. Sa janë propë të miratuar për skandilin? Dhe s'kishte, kalomaj s'paka, që ka si të kujit, po të rrëtë? Ju jam personë po. Kemi pyetja të diskutime në lidhje me referendimin, nëse nuk ka sa janë propë për të miratuar referendimin, sa janë propë për të miratuar referendimin, kundër, abstenim, nuk ka. Ka shtatë e rëndë të vitës për referendim për miratimin e programit buxhetar afatmesëm të bashkisë Zgjat për vitet 2026-2028, faza e parë, shefi fjala përveç. Nderuar kryetarë, nderuar shqiptarë, vështirë në pasin të strukturuar për investimin në relacion. Ekonomia financë të buxhetit në bashkëpunime të Zhvillimit të Pasardhësave dhe Vendore ka filluar me planifikimin e ndërtimeve të financimit për buxhetin e integratimit të shkatimin të BT-s për programin buxhetar afatmesëm. Planifikimi i ndërtimeve të financimit të bashkisë ka fakturuar në të bazë parashtimi ka ardhave
nxjerrje kamera në sigurie të koksit në projektin qendror, është programi numër 23 për vitin 2026. Gjithashtu për vitin 2026 kemi dhënë investime për diskutim në programin numër 2020, investime për 2027 në tonë në këtë program, dhe investime për 2025, të cilat janë investime të cilat do të vendosen në projekte në faza të ardhshme të përballë. Kemi në programin e bashkimit zgjat në shëndetin e teritorit për vitin 2026, 10 milion dhe koshtamentalit finale për vitin 2026, 10 milion, për vitin 2027, 10 milion dhe për vitin 2025, 10 milion. Në pasion e investime dhe kemi përpara që kemi dhe një në të rësti, Ata pyetje, kondaj. Në kanë edhe herë tjera investimet e këtë dhaja. Projekt ata, dhe kush janë projekte? Projekte? Jo po që janë në lejtë, që të shohë projekte. Jo, okej. Se vëllë me parë në shkurt kam thënë për ti për dhaja ti në du projekte që është investimet. Po, kështu kemi qanë, e vërtet është që kemi diskutuar dhe herë tjetër për pjesë, dhe bëjmë fjallë për investime për shembull për koshave të mbetjeve, nuk ka që projekte më paraqit. Projektet kanë sens ose po themi vetëm në rastet e kur shtrojnë rrugë me bindër, me qapi, kur kemi një projekt për një sciență ose ndërtesë ose shkollë, për këtë kemi projektet, për sa kohë kemi institua të fonde nga Qeveria Qendrore, kanë qenë projektet janë miratuar nga Qeveria Qendrore dhe janë alokuar fonde. Ndërsa për pjesën e investimeve që kanë drejt bashkia, patjetër që mendoj që kanë drejt të duhet projekte. Atëherë, ta shpjegoj, Gjule. Ke shumë drejt, përse vi kërkojmë ndjes për të. Problemi që ndjeve, është. E para, Drejtoria e Urbanistikës edhe një herë tjetër u riorganizua që mos të dalim për çfarë, për fatin tonë të mirë. Ishte një gabim e madh i imi që nuk e mora arkitin që ditën e parë kur era me bashkia, sikur se mora që gabim. Kështu që jemi duke i vënë punë përpara në vit. Në lidhje me projektin të kuptosh që ne hapësitë tona për të bërë projekte nuk i kemi. Pra s'kemi burime njerëzore, s'kemi një arkitekt. Më herët në ka pasnimuar këtë djali këtu, më të shumë të Lazari, i cili në shumicën e punëve, 12 vite ka punuar, bashkim të djalë, ka marrë 0 dhe. Dhe një projekt tjetër, një projekt që është Qetso Group, ju keni dhënë juve se dhe ju keni kaluar këtu, keni firmosur bashki ku në këshirë kush ka qenë, vetëm projekte ka fituar ai 30 milion lekë të leja. Dhe ka qenë këtu mjesht i bashkisë. Dhe është ky person po prapë që nga pengoni curin të shkolla e Remas. Me këtë desa të thoshëm, jemi duke u munduar që ka dy forma. Ose do të punësojmë një arkitekt vetë, që dhe kjo pafë është e vogël, ose në shumicën e projekteve që po bëjmë, për momentin, shok dhe mi që kam pasur private i tashti, jam lutur që këtë projekt më adhuroj. Për shembull, një projekt emergjence që nuk e erdhën do të tek ju, për ta kaluar, është kuret e zeca që kemi në përpallat. Dhe projekti është 330.000 euro. Ma ka bërë dhurat një firmë që është një inxhinier hidro që unë e njoh për vitesh, por me gjendën e me kemi vetëm 130.000 euro, na mungojnë pra rreth 150.000 euro dhe nuk erdhën për ta kërkuar. Pra deri më sot, sa i po tregoj që ne kemi ecur në këtë formë. Pra projektin i ka bërë dikush dhe i ka dhuruar. E njëjta gjë është shkolla në Babull, që po fillojnë punimin e tij, edhe të tjerë. E njëjta gjë është shkolla në Remas. Këto projekte nuk i ka bërë, nuk i ka paguar bashkia. Për fatin e mirë,
sa ka marrë nuk ka paguar të projekte, por ne i ka dhuruar. I vetmi person që pasin probleme është ky zotëria, që ka marrë 100% vlerës me Bashkimin Divjak, ka bërë dhe shkollën, rekonstruksionin e shkollës në çep sektor që nuk e ka përfunduar mirë, edhe me ka pasin probleme. Pra janë dy forma, ose bashkia të nderon, por nuk i ka pas të tegë mëso, ose do të ketë grupin e vetë në urbanizim. Ky program që avem në program, një ekonomist votoi le për një investim, duhet ta ketë përpara projektit, sepse nuk e di se sa shkëndon, do shkon në Brizan, ta ketë shkëndon. Do të jetë projekti. Pa gjesi ta bëjë zgjidhjen, ky është problemi. S'ka mas arkitekt dhe s'ka mleqe ta tenderoj, se po ta tenderosh një projekt, që po tenderosh një projekt, e kupton e para njëra është gjella me kohë. Një inxhinier, një vend kooperativ, Proprietar, pse e ke këtë frymë negative për biznesin, se kuptoj. Na vjen vetë marrë me lekë, por vetë projekt marrë me lekë. Që ke këto me kohën e komunizmit me punë vullnetare. Jemi bashki e voçme. Qa është ideja me punë vullnetare, Shpëtoni administratër, kemi leksa doshde për projekte dhe për investime dhe për inxinierët. Po e marrë njerëz atë që nuk zhvillohet për nga. Marrë 250 nga presion. Nga opozita se nuk mora as i vot. Ti kur erdhe fillim këtë do të Do shkurtohet. të kishit marrë voto i kisha shkurtuar, dhe nësë mora vot. Do të shkurtohet edhe fund fare. Qa shpeve atë s'mora as i voto. S'ke rëndësi për mua. I e hape vesin. S'ka lidhe me mua. Po mi për votem opozita. Jo, s'kam lekë, nuk kam lekë. Lekë ka sa dushë, se ka 10 miliard lekë të bashkia. Ki lekë për edhe për robët. Shkurtoni vendet e punës, bëni lekë, bëni inxhinier, bëni projekte. Për projekte. Por është projekte pra. Në gjitha një inxhinier. Bëni një investim nga bashkia, jo që një nga fund të zhvillimit. Ka lekë bashkia sa dush. Ma gjej një inxhinier. Inxhiniera ka sa dush. Ma gjej një inxhinier. Inxhinieri dhe vjen Mi inxhinier. për ma gjej një inxhinier. Po ka inxhiniera Po lekë. ma gjej me din, tre. Hajde, ka punësoj nesër. Jo, ta punësosh, jo. Qa ti bërë? Ashtu të si shto të i gjeni, ka malë të biznesi ti, shkoj qojë, bën projektin, urdo, bën ka i faktura, Po bën më projektin dje sa të dush. ti ke qenë drejtues. Po kam qenë drejtues. Dhe dik të formë të sjash. Se kemi qenë drejtues, po ne me lekë të buxhetit Tani- bën investime, ne s'kishim lekë bën investime. Ju Po keni ti- miliarda në bën Po investime, të se s'kemi s'keni një inxhinier. nga ta tundim s'ka problem. Po. Ore vetëm shkurtimi vendeve të punës, se administratës e zgjidh të situatë. Ju e keni vetë, keni vetë ato njerëz për vota, vallë me rrogën edhe as i shërbim komunitet. Po e lëshon e ti e të lutem Allah, qa fare kemi Po një. nëse ndryshojme, Ne vota tonë në morë, Allah. jemi pra me Po ju mu marë. Po ta merrni me vota ose i Po paguni. një ato morë, I Allah. paguni me lekët e buxhetit. Po ato në morë. I paguni me lekët e Në e buxhetit. të vetë, Allah, se serë. Edhe kur erdhën të fillim të ta shkurtoj administratën me mendjen e biznesit. Tani ke vajt me mendjen e atit gjapit. Ta mësoj punoj se që punë e pesë, se din akoma. Punë e vota më numëron Tirana, le punë e vota, po diskutojmë gjë tjetër. Jo, Vota si nxoron, vota ti nxoron ti ose s'ka për në vota të fare. kurse puna e kësaj që nuk zgjidhet për shembull me strukturat. Jo, ose ato një zë atje në buxhet publike projektime, po patjetër edhe e dyta ka ministri, për shembull Ministria e Arsimit, Ministria e Infrastrukturës, jo Ministria e Kanalizimit, këto japin edhe projektin, japin edhe investimin. Ka gjithë po një këta. Ja, Po edhe ti të ashtu ata, po e bëdhe që projektin e gatshëm ta hekin. Po të lutem se tani po thash shoqërore, e ke gabimet e dorë, gjeta belat, ne kam dy projekte, thonë ai do bie projekti ta financoj. Po pra, do ta financoj pra kur ta jep Pas investimin, ti do ta projekt. jep. Po pra pas i vjen. Po këtë punë mund ta bësh edhe me ashtu me kompani private. E kam zgjidhur pa deri tani, do ta projektoj, do ta vënë. Po pra me kontratë pra. Duke se i kam lënë pas zgjidhur probleme. Atë që kërkon sa i mire ka, që të ketë një planizim të atyre gjëra. Po mora me këto emergjencë dhe pra kemi për e mbaruar ato. Dy gjëra kemi ne thelbësore, sa i bashkimit tonë. Projektimet e mia ka qenë rrugë me asfalt çdo vit, dhe ndriçim. Dhe përmirësimi kanë atë. Këto do t'i parë. Shumica. Kryetar bashkie për ta erdhur. 30% aty do të shkojnë. Projektet e tjera nuk janë investimi bashkisë, janë jashtë. Po e kryetar bashkie vetëm për çfarë? Ai është kryetari që jashtë funksionit. Atë po e shpjegoj një, po e përsëris. Nga fondet e bashkisë, nga lekët e bashkisë, shumica e investimit shkon në këto drejtim. Ndërsa Po jo pa standarde. sesa
brenda standardeve. Po çfarë standardi ke? Çfarë se ka pas standarde ke? Nuk ka. Rrugët që kanë shtruar tani janë brenda standard? Po vjen ke çaty janë hajde shikoj. Ka kanalizim, ka atë. Ato hidha Pastaj kam hapur kanalet gjitha, vetëm në çem sektor kam hapur 1 kilometër tubacione kanë shtruar të vi. Po tani problemi është se ajo që është këtë drejtia se hajde shikoj ndërtimet që janë bërë para 20-15 vitesh aty me këto që janë bërë. Po ankora çem sektor nuk kam çfarë të bëj. Po ato pra se do ta them me veten. Ato rrugët që kanë bërë para 15-20. Ato kam hapur gjithashtu. I ha gabim, i bë gabim gjitha. Ato kam hapur gjitha, nuk funksionojnë. Janë gjitha me kanalizim. Po nuk funksionojnë. Po ka hajde drejt shumë madhe aspekti që si e politika shumë e tonë. Jo vetëm tek rrugët në rrugën e tij, po po shohësh në pjesën publike në Miljan, ja përfyeshën në gjithë shkollat e kanë gatuar. Po vot lek pa punë, i ke pothuajse mos ka më shumë se 50%. Ka para student të bashkie, çfarë vestimi ishte? Ne keni marrë disa projekte turizmi që janë jashtë do standarde, po kalojmë nga tema. Kjo se nuk ndryshojë cilësinë e punimeve, ka liga se nuk ecën ashtu, bëni punë pastaj këto prapë. Ishim tek projektet e bashkisë dhe investimet e bashkisë me lekët tona. Thashë në 2 drejtime. Për sa i përket projektet të tjera, në bashkinë tonë, unë thashë kur erdha, kryeministri, qeveria shqiptare më dha me fondin e zhvillimit 20 milionë euro. Tani po ja them, është mbi 35 milionë euro. Jemi nga bashkitë e para e Republikë, kemi marrë këtë numër investimet. Tani, po këtë drejtu në një gjë. Kur vjen problemi që investimet i bën fondi shqiptar i zhvillimit, bashkia ka pak influencë. Dhe nuk është e ime, nuk kam çfarë bëj. Aq sa ka pas autoritet e kam vepruar. Por investimet dhe projektet janë pak më të vështira për të pasur ndikim. E vërteta është që nga 20 milionë euro që ju thash fillimisht, tani me këtë projektin e ri shkojmë në 35 milionë euro. Vetëm ai projekt aty lart të Kodrat kalon 50 milionë euro. Nuk jam kundër ndërmjet të mia. Po nuk çfarë them tani, po nuk e kam dot ato autoritet. Ka që ka. Ajo që thotë se i problemi është se ju me kanë projekte të rruara, ato projekte të rruara janë gjysma preventive, ato gjysma preventive ti merr qartë gjysmën e bashkisë se mos ka Mbaj asnjë në qartë. Nuk e kisha personalisht. Sa ti mund jo nuk merrin në qartë. Ata firmosin sa shtesa që as vetë nuk e din çfarë firmosin. Asnjëherë edhe hyn projekti me ca kopra viti që asnjëherë nuk ndodh me mua. Është që se ka luar mbi çka ndodh, po sot nuk ndodh. Nëse nuk ka gjë tjetër për të shtuar, e kalojnë për votim. Projektimin sa janë flokë që janë duar shkollor, po mbyllet apo bashkë me shkollimin e fundit. Edhe bashkia do të mundë të arrijë merret me paraqitjen e shkollave. Kishim planifikuar një fond fillestar në buxhet. Janë përfshirë ca fonde tjera nga procedura e prokurimeve, që i keni në faqen e dytë të prej vendimit dhe pasqyra e parë, pra ishin përfshirë ca fonde të planifikuara për investime dhe këto fonde po i kalojmë në rezervën për riparimin e shkollave. Vetë fjalë për 2.100.000 lekë të reja, që do t'ja shtojmë planifikimit fillestar. Këto riparimi i bën Agjencia e Shërbimeve Komunale dhe fondet kemi kaluar tek Agjencia e Shërbimeve Komunale. Pra janë fondet të përshtyre, e cilësoj dhe një qërë, jo përime të reja financimi, janë përime që kanë qenë që t'jeshtë po ndryshojmë destinacione. Dhe të përshtyre nga procedura e prokurimit. A ka pune që nga diskutime në lidhje me projektime? A janë pyetje diskutime? Nëse nuk ka.
Nëse nuk ka sa jam prontë për të meratuar në realizacion. Kundër, abstenim nuk kanë Prevendim italian të rendimit, prevendim për negatim dhe planit vendor të vendeta Republike për Bashkimit Gjatë. Bashkëpunimi me Ministrinë e Mbrojtjes, Ministrinë e Brendshme, dhe Drejtorinë e Shërbimit të Arsimit, vazhdojmë punë për përgatitë e saj të medianë civile, e cila domethënë në rast parë për Bashkimin Gjatë është një hap i madh, sepse ne nuk e kemi pasur më parë, sikundër që e kanë shumë bashkime të tjera. Është një kuadër bashkëpunimi me shumë funksione, për arsye se në rast parë kanë kategorizuar iniciativë për sa përket riskeve dhe të gjitha temat që mund të marrin domethënë duhet të kategorizuar nga përmetet, rreziqet e erozioneve të tokës, konfliktit, pandemisë dhe në përgatimin e planit për emergjencë civile është një ndarje e periudhë për sa përket të gjitha temat që mund të marrin domethënë dhe pjesësinë e ndërrohet, duke planifikuar dhe duke bërë të mundur përgatimin e shumë funksioneve dhe role pas të rrokan, për evokimin e njerëzve, e gjithë gjatë, dhe për sistemimin e shpejtëve që i bërë të mundur nga pjesësinë mund të rejtë. Është pjesë domethënë një integracion dhe shumë shumitës. Në vitin e vitit domethënë ne do kemi përsëri bashkëpunime me kryetarët e kase për të vërtetuar të gjitha informacionet e dhura dhe në administrative dhe në televizion. Kjo është pjesë e domethënë negative si një relacion të bashkëpunimit. Rimarrë në rastu kështu të mbrojtën nga zjarrit të këtyre frijeve për emergjencë civile në zonën e Për sa përket shërbimit të atikës, e cila domethënë në vendin kryore, me drejtorinë e Ministrisë së Mbrojtjes, kanë vënë mundur të bëjnë dhe të kanë masa për hapjen e rrugëve të parcelave të syet në zonë. Përse kanë hapur planin e vjetër, janë më të hapur. Janë domethënë po të se kemi dy vjet që vjen në vetë në zonën e Kosovës. Në zonën e Kosovës, zona e Kosovës vërtet është në fund bashkisë, por sepse kanë planin për pjesën e presë të tempit, por nuk do pasaj të sistemin e Kosovës të shtatëror. Tani po të bëjnë në burdi e zjarrit kanë të vështirë. Pas ligjit për emergjencën civile, është kriju komisioni e emergjencave civile. Dhe kush janë ata, sekretari i kryesor, Atara kush janë? Tek pjesa domethënë e drejtorit për kase, që ne drejtorit për kase, është drejtori i drejtorit për kase në një pas. Për emra, kush janë ata? Janë drejtori. Jo, është një listë ajo, është një listë, përse kam thënë, e ka një listë po, e ka. Në vetë. Po janë Janë funksione, jo me emra. Janë me emra. Nuk ka emri Një bërë funksion për në emra. Por për tek saj, përnderi për atë po gjejë rastin, ju të kuptoni që zjarrit Në keni kriju apo me është krijuar, po, është i krijuar. Në lidhje me zjarrit me që u hapë e me civile, me që u rritë këtë problem, kërkojnë ndihmës nga secili nga ju për të pa hapur lajmin që zjarri është një keqje e madhe për që të rikën nga duar. Para 3 ditësh kishin vetëm bashkimin tonë 15 zjarë. Ato ditat atje u bën conë. Zjarri me i fundit ishën Karavastar. Kishte tjekur hamë në Zotria dhe ishte një riunion edhe për sfumi dhe u procedua, vajtën dhe u morë për që Një partisë në Joni po, i partisë time. Po, dhe po e them të shumë mirë, u procedua dhe u arrestua dhe vazhdu në pjekët, se prati ka. Po, nuk kanë e ditë keqë. Shumë mirë po e them. Prandaj kërkojnë një mes nga juve për të pikë. Qa keni për qarë aspedes, zjarri është e keqë. Nërsa se për e këtë asaj tjetërës, se qëfar kemi bërë, në të kuptoni që bashkëpunimi i brigadës zjarritës, në bashkëpunim me drejtorinë e tyre,
por edhe me rëtarët ta. Është për të lavdruar. Edhe vjetë, po shpresoj që kjo është duke bashkëtuar me këtë. Që që informacione? E qoni rrugore të rrugë të përgjë se keni skrema plot. Po i dina ata, Skrema keni plot. është punë e tyre. Jo material fare, vetëm të kaloj skremi rrugore. Është punë e tyre, nuk është e jo. Jo, ata e bashkia për ata. Kam një drejtor gjarfikses. Por e skrepa ti ka bashkia, po ata s'ka në zeta vetë 20 fikse. Bashkia ju shërben çdo kërkesë që ka të bëjë për kafë. Vetë se kemi folur tjetër që ata një do bëjnë rrugët, të pastrojnë, të bëjnë. Edhe keni marrë një mjetë që pastrojnë ato rrugët shumë i mirë, mund t'yra për ato rrugët fyllit, dhe ato ansore, jo pretë, ka ferma aty një ajë, i pretë, pastrojnë e zjero rrugët. Edhe i skrep nga i bashkisë punoj, i ca natë punoj ca ditë, rrugëllon ato rrugët, për raste emergjence, jam luri. Natë, pra të jetë mush me natë. Nëse nuk ka të sa janë tropë të menatuar për të para se sa të kalojnë të shkuta e vjetë me antarë Komisionit Ekonomisë, sepse për këtë projekt vendim në komision ka pasur disa propozime konkrete. Ne 7 mejtë i kanë një në tjetër në nda 7 mejtë të në një për bështjeri semendore. Komisioni Ekonomisë dhe Finansave më blok datë 26/2025 dhe shpërtoj për vendimin në poshtë. Pra, të kaloj për miratim për vendimin për ndryshimin të VKP nr. 7 datë 24/12/2024 për miratimin e nivelit të pagave bashkimit ziliare. Njësive administrative dhe institucioneve në varësit për vitin 2025, për VKP nr. 71 datë 24/12/24. Për saktimin e nivelit të pagave të transfertës së pafuzruar sektoriale për vitin 2025 me këto ndryshime. Punoj social, pozicioni nga 55.000 lekë të shkojnë në 60.000 lekë. Specialiteti mbrojtjes së fëmijëve, pozicioni nga 55.000 lekë të shkojnë në 60.000 lekë. Punojësi shtrimi social, pozicioni nga 55.000 lekë të shkojnë në 60.000 lekë. Specialisti shërbimeve sociale dhe projekteve, pozicioni 55.000 të shkojnë në 60.000. Koordinator këndor për menaxhimin e numrit të familje nga 60.000 lekë të shkojnë në 65.000 lekë. Dhe përgjegjësi i sektorit të mbrojtjes sociale kujdesës shoqërore, pozicion nga 85.000 lekë të shkojnë në 90.000 lekë. Për vendimet e mësimeve votuan në komision me 4 vota pro, asnjë kundër dhe asnjë vot abstenim. Pa ndryshuar strukturën e bashkisë, u mendu që nga titullari që të kishim një rritje modeste pagave të toja për disa pozicione bashki që krahasuar me të njëjtin pozicion në kategori të ndryshme nisin barabara. Nivelin e pagave sa për djeni e kemi miratuar bashkë me buxhetin e vitit 2025. Po të ndërpretësh. Pra, dhe ke disa propozime për të ndryshuar të vendimin. Jo, unë kam dy gjëra. E para do të flasë për propozimet që janë në Komisioni Ekonomisë që unë nuk më qenë prezent, të cilët kanë propozuar ndryshimin e nivelit pagave të asaj që kemi propozuar ne, kanë bërë propozim tjetër, pra kanë rrit pagat më shumë se sa i kemi rrit ne për disa pozicione, që po them të paraqillit që mundësia financiare e bashkisë është aq sa i kemi rrit ne, jo aq sa mendoni ju që duhet rritet. Pra ne nuk i kemi fondet që për këto pozicione që ju sapo i lexuat, që i kemi rrit për te po themi sa i kemi rrit ne nuk i kemi fondet aq sa thoni ju, i kemi aq sa i kemi shënuar ne te përmendim. Kemi qartë edhe paraqitje. Nuk e di nëse të ndoshta në rast pas rasti, por ju kishit bërë ose keni propozuar me kohë disa ndryshime, pra me rrit për te asaj çfarë ne kemi mundësinë për të rritur. Kjo e para dhe e dyta, përveç këtyre pozicioneve që janë me 20 preshta tek pasqyra e dytë e vendimit, ne kemi shtuar edhe 4 pozicione tjera, që është përgjegjësi i sektorit të burimeve njerëzore, e ka 75.000 aktualisht që kemi bërë 8 vjet, që është përgjegjësi i sektorit, specialistin IT, kemi vetëm një person, inxhinier IT në bashki, që sot e ka patur 63.000 lekë pagën e pozicionit, ja kemi bërë 70.000, specialist i statistikave vendore, ka pas një pagë 50.000 lekë, ja kemi bërë 60.000 muaj,
dhe inspektorëve të mbrojtjes territorit, që kanë qenë me fakt 55.000, e kemi propozuar për 60.000. Këto janë shtesa që bëjmë të ky projekt vendim. Shumë mirë kemi bërë fasën. Po, tash sa kemi munduam që ti barazojmë para kontrollit. Mirë drejtor, që do vi një inxhinier të punoj të në kaq pavra? Për projekti. Edhe do s'vjen as një tip, jo, një më pas. Përveç se normalisht e anonsit e bashkisë është edhe një problem tjetër, që kemi thënë edhe herë këtë Këshill, që pagat e ne punojnësve të bashkisë kanë një tavan nga qeveria qendrore. Pra nuk është se bashkia ka dorë të lirë që ta marrë një inxhinier dhe të thotë hajde ti se ty po të japim 2 milion lekë, nuk mundet ta bëj këtë, nuk ka kompetencën për ta. Një pyetje, kjo kime një zetë të apelën në administratorin si Arena. Te i aplikuar këtë administratorin si Arena. E kam veçuar nga tjera, sepse është e vetmja e cila është inxhiniere dhe merr pjesë të gjithë tenderat. Pra ka shumë punë ekstra nga tjera. Asnjë administrator nuk është në prokurime, por kjo në për vajra, në për mekanika, në për çfarë ka bashkia, është e pranishme. Dhe mendoj që duhet i plotësuar pak më tepër se tjera. Kam shtypë se sejo, lejohet të jetë për individ, si direktër për individ të andash Arena? Jo individ. Tu flasim për pozicione pune. Pozicioni punës jo është administrator. Jo, nuk të kufizon ligji që gjithë administratorët duhet të flasin një të nga, nuk e thotë nuk duhet të punë. Siç nuk duhet që gjithë specialistët që kanë në financa duhet të kenë të njëjtën nivel pagë. Pra jo, specialistët janë të ndryshëm në punën që bëjnë, ka janë administrator kanë një punë. Ama e mbrojnë specialistë në financa, listë palesë, jo, Administratorët e marrë, këtë marrë. Vjetër ato e gjeni një mundësi të ime se sa të ndonë. Si t'ja gjebra? Mene rogë e mëshimi negativ. Sa për ta... Unë s'ka marrë e rogë... Ta masë të jatë të shtojnë edhe atje, edhe projektuar për ta shikojnë se një sajnë shko. Roga ime ashtu da imu gjithkohë. Nuk kam sa bëjna, ka një fi, nuk kam sa bëjna. S'ka marrë një litër namë bashkë. Do ta lexojmë edhe makina i se bashkisë do thojë pse është ndarje. Tu t'ja shpjegosh ti që kjo bëhet edhe tendra. Ja do të tregoj një humor tjetër. Makina ime se arrizë të gjojës me vetë. Që vajtë se revizi se prish nga poshtë e kapur. Por me qapu jemi kamera, jo mos i dhe ka gjëre me jemi atë qapu. Është organizë Sa lidhje ka makina e së gjojës nga ka thënë për Torin. Dhe ishte prishur poshtë, inxhinier, ishte prishur poshtë. Edhe më thot, tash atë defekt që ka hyrë një herë diku në një rrugë të keqe, dhe tash e kam bërë unë atë kam. Jo e nuk e bërë tim të rëmë, e ka bërë bashkia dhe vjetë, se makinë e shpërtor për bashkinë, edhe nga bashkë. Që që rroga ime atë ka shkor gjithë kohë. Në vëtë edhe Trumpi ku zgjodhen parë, se me të rrugë. Tani kishte edhe një pyetje tek ajo përqind e tyre kryetëve, ishte në përqind sa ka qenë? Sa ka qenë? Ishte 7 për ta. Sa ta bëshin kimi 10 për ta? Ani duhet të rrëtë në motiv programimit të komisionit e Po, këta një dy dhe sa i kimi 10 për gjithë kryetarë. E për e në ullë dhe shme kam bërë në të. Pra, të këtë projekt vendim, komisioni, ati do të falë që se ka, të këtë vendim, projekt vendim që i duke thori, komisioni ekonomist ka propozuar disa shtesa që i justifikoj shefi finansës dhe thot që nuk mundet që ti realizojnë. Besoj që ju i dëgjuar. Tani ne do themi ti miratoj, hëtë s'ke mund si ti miratoj në qërë. Jo, da ti miratoj pëse. Jo, në të ta e të propozim se është propozim. Kryetare, ka diçka procedurë.
propozimi që ka bërë administrata, pastaj edhe pastaj lidhet në votim propozimi që bën komisioni. Nëse votohet projekti i parë, mund të votohet. Komisioni ka kaluar me ndryshime. Po pra, komisioni ka kaluar me ndryshime. Unë nuk kuptoj si per vendim këshilli se sa leka bashkësia i ka dhënë ka kaq lekë. Se s'po kuptoj dot çka ka vendim si një marrë. Atëherë. Ma shpjegoni pa. Në vendim që dikim herë nesër. Po rregull, do ta nisur ne anien kozmik. Ndryshimet e komisionit. Pa ndryshime nga çka komisioni. Jo, ne kërkojmë njerëz të ashtu, pas ka dhënë atje që kanë konsumuar kohën e vet. I dhe votime të kanë ato din datë 20 të ulën datën më të mirë votë çka komisioni. Po pra, do ta kalojmë edhe Jo, po mos i trajtoni njerëzit ashtu. edhe me ndryshime. Si që ka procedurë sekretare, do ta lë vendimi apo është shkolla striti. Se ne nuk e dimë të punë. Si është? Njerëz të vinë, ata vinë ditën tuti këtu kanë si jo të ditë. Jo, pra se nuk shkon ajo tuti. Ne mbledhemi bëjmë tuti këtu ka çfarë do të dinë. Jo çfarë do të dinë. Po çu ka the? Jo, do kaloj ajo. Po dini që kalon. Po nuk e di me ditë votim. Po pra, po dini që kalon. Do të votojmë, kalojmë çfarë do të dinë. Jo. Propozohet ai lidhet i parë në votim që Po astrit vjen propozimi i komisionit, po astrit ai komisioni ka procedurën, se po nuk mbyllet komisioni. Lidhet votimi i komisionit, po nuk kaloj jam dakord. Po ata mbyllen kod, po mbyllen me ne, nuk ka çfarë po. Po shikoj që po merr radhën kronologjike të veprimeve. Po thua që komisioni ka thënë një herë, pastaj ndërhiva jo, radha kronologjike është për vendimi që ne kemi paraqit para komisionit. Mendoj. E dyta është ndërhyrja e komisionit dhe e treta është shërimi së dashur. A mos duhet të marrim me radhë siç ka ndodhur gjëra, nga pra i vendimi tek propozimi i komisionit dhe tek ajo që thashun në fund. Në lidhje fund të që thashun, ama në fillim ka thënë për vendim, kështu siç e kemi bërë ne. Mendoj që do të votuaj i fillimit i parë. Ti ke bënë propozim të komisionit. Komisioni ta ka hedhur poshtë. Jo, nuk është hedhur poshtë. Ka propozuar ndryshime. Komisioni ka propozuar ndryshime. Hedhja poshtë ndryshime janë dy gjëra. Po, ka hedhur poshtë atë e ka thënë ndryshime. Tani jemi në moment që ti ke dërguar aty dhe ai nuk ka ardhur këtu. Apo jo? Ke ndryshime. Propozuar ndryshime. Po, propozuar, po aty propozuar se sta fuqi komisioni dhe noti komisioni. Vendosin ne. Atë do votojmë për propozimin. Unë që në mendoj, nuk do vikë të Po pra shumë për Po pra shumë për vendimi në propozime. e gjenës, propozimin e gjenës apo të kujtë? Komisioni sërimisht. S'është propozim i gjenës, është projekt vendim. Projekt vendimi, Projekt vendimi po rregull e folakej. Komisioni Ekonomisë ka propozuar ndryshime dhe paraket këshillit. Këshilli merr vendim pro ose kundër propozimeve kaq të thjeshtë, pse ndodhet Sa janë pro? propozimet e komisionit. Pro. Vini me rrona ti. Por e që është këmprosë, s'po kuptoj. Propozimet e Që po propozonë? Ku të të gjeni lekë, zotin? Por ajtë lekë janë? Ja për me rrojë prona. Ku që hodhi se propozon kryetari atë? Që kuptoj do? Nuk kuptoj do që po propozonë. E ka vërmbledhje Komisioni Ekonomisë? Dhe ka mbështesë. Kanë për propozim, shtesë. Jo, si rrallë punës, si procedurë jeni ju që e hedhin votim. Se që do votoha. S'keni ju më dha. Kryetari, Kryetari hu komisionin, propozimin e komisionit. Kur ekonomistët thonë nuk mundemi kaq, e votojnë kundër këtë dhe votojnë projekt vendim nuk merret në shqyrtim nëse nuk kalon Komisionin e Ekonomisë. Bravo. Komisioni i Ekonomisë ka kaluar me propozime shtesë në ndryshime shkëmbës së kamçë. Atëherë votojmë për shtesa. votojmë shtesa kundër. Mos e bëj votim në, pastaj më ato të Atë sa janë pro për ta pakur me propozimin e Komisionit Ekonomisë, sa janë kundër, sa janë abstenime. Atë nuk mirator. Me ndryshime jo.
Po më darë, më t'i gjithë pa dhe shkone ne, shkone dhe më të mëshat jetë në shqiptuës. Për që bëjnë një tërë, që në vojë? Me ndryshimet e administratës. Po, kretare, qëse nuk kaloj. Po nuk kaloj. Jo, se nuk kaloj. Votimi pas kaloj. Kaloj, pra, u vendos me propozim. Tash përdoj me tjetër. Edhe kaloj. E vazhdova pra, po ju po vazhdojmë jetim në votim, të bashkë me ndryshimet që ka bërë senatë, nuk në grava, sa jam pro. Projekt vendim pa ndryshime. Sa jam pro? Kundër, abstenir, kemi dhe para se sa kalojmë të relacioni, kemi shtesën kemi shtesën që Komisioni Urbanistikës ka vendosur që të kaloj me përcaktimin për datës. Po, ajo vetëm nuk vjen ndihmës. Po, pra, vendimi do diskutohet, edhe çdo vetëm ashtu të ndihmës. Po, tash do të diskutohet. Pra, diskutime dhe pyetje ndihme me për të shtesë. Fjallën e ka drejtori urbanistikës sa lexoj edhe një herë, se e lexoj. Tash të vazhdojmë. Kush? Vendimi, tash. Vetëm ashtu të ndihmës njerëz për finalin e mandatit. Tash do vazhdojmë, do diskutojmë. Nëse ata diskutime dhe pyetje tani në lidhje me shtesën. Ka lë funda të mbarojmë me këtë. Keni edhe një kështu relacione me Kalojë relacion. Ka një relacion realizimi buxhetit. Relacion mbi monitorimin e zbatimit të buxhetit për periudhën janar-prill 2028. Për periudhën janar-prill 2028 kemi përgatitur monitorimin e zbatimit të buxhetit. Këshillin e konsultuar në Ministrinë e Financave brenda muajit maj dhe kemi publikuar këshillin pasën të karat e bashkisë javë. Në relacion kemi parashitur objektivat e rikujtimit të kredit të bashkisë javë. Kemi vështrimin mbi realizimin e programeve të bashkisë javë për periudhën janar-prill. Po të shikoni pasion me realizimin të ardhurave, do të shikoni se për periudhën janar-prill realizimi të ardhurave është në një nivel të kënaqshëm pasi është i kaluar me 30%. 44.674 është planifikimi dhe realizimit të teknikëve të rrjedhë. Realizimi më të madh kemi pasur në dorën të ardhurave nga tarifa të tjera në përqindje 227%, tarifa në mbajtje të rrjetit turistik dhe kulturës në 132%, tarifa në menaxhimit të mbretërit dhe urban 206%, tarifa të zhvillimit publik 220% dhe tarifa në ndërtimit publik 176%. Pra, në total, nga ardhura në taksat vendore realizuar në 92% dhe ardhura nga tarifa vendore realizuar në 137%. Më pas, kalojmë në vështrimin e shpenzimet e realizuara për periudhën janar-prill 2024. Bashkia Antiljakë është realizuar në 54%, në rrugë 00. Agjencia e Shërbimeve Komunale në 70% dhe buxheti total i rrugë 00 është 55%. Pra janë mbullimet e financimit nga ardhurat vendore dhe aktivitetet i pasuar. Ndërkohë që granti kushtuar është realizuar në masën 21% dhe buxheti total në masën 23%. Janë parashitur edhe disa faktura, të cilat mund të shikoni janë në mënyrë më të detajuar. Në fund kemi bërë një seri për analizën e likuidimit të investimeve. Janë parashitur likuidimi i investimeve për periudhën janar
Sa i ke ndonjë pyetje? Okej. Kalojmë tek shtesa, nëse nuk keni gjë për shtuar tek relacioni. Pyetje regjistrimeve në sport. Sa i? Diskutim. Kam krejt vendime për para. Nuk mund të përfrish shumë personalisht. Se ka rëdhor, bjede para bjede, se dhe mes bjede së marë. Mund të shumë diçka tjetër. Për vendimi nuk, për koga për vendimi nuk është të samë. Edhe për të të vërtet e plikit në të natët, për vetiverisin në ndore, plikit për bugjetin edhe asë qarë tjetër. Duhet ishte, bështetet të ligjit numër 139-2015 datës 17-2015 për vetiverisin në ndore, Menit 54 që do të ishte ose zgaboj, pika për kush pike e mërë tjetër tje pretendon. Tjetër, bështetur në përveç ligjit, që në të të natë në bështetën, në ndorë bështetur në bështetur, në Menit 13 për vetiverisin shkendore, dhe Menit 33 për qëtet për vetiverisin shkendore, dhe pjesë tjera të ligjit, të më vëtëm janë ligjit 139-2015, datës 19-20, asë një argument, asë së mërë. Jeshtë është projekt. Si projekt, paremisht, unë jam pro dhe duhet të nërë. Pjesa tjetër, e në 139, ne na e të drejtë të marrën dhe të japim prona me gjera, të shesim dhe të vdejnë prona të bashkisë. Ajo publisht nuk është prona bashkisë, është prona e pronare, ajo pjesë tjetër, ka ajo s'kemi të po paremisht, për projektin, kaloj, ka procedurat tjera për fondin që do dhëmë për atë projekt. Për pronat, se që do të pronat ma ta, se për të mëja, se të me shkonsu. Që nga problemet ligjore janë të tyre, në të fit. Paremisht, unë e kam thënë qysh. Të kërkohen. Pari për çdo lloj projekti që si u zhvillim. Ne të çfarë do dhe na është gjë nashre, janë pro. Tu jemi gjithë. Nërsa për pjesën tjetër, por të kohë e ligjit për vendimit si ki ka dhe shumë tjetër, Jam dakord. pastaj ne diskutojmë. Jam dakord. Kush tjetër votim i parë, tjetër i dytë. Jam dakord. Ka diçka tjetër të shtuar? Nëse ke pjesa pronare, kur di unë nuk them që mund të jetë aksioner pronare të direkt investime pronare aksioner. Ku ti qesë të rrosësh, ta tasë të mërë. Se në natë e njëshin, 1117 familje. Herë katër, nuk ka i vend aksioner, do vot investime. Me rëmë të gjohet njerë që deri firma të aksionerë, du t'jena atje prezent barë në tërit, e se pa mundë. Po do të shponsor që shponsor. Ne jo me asjeveria shponsor. Po në më dhejse në atyre që për në ekipin e ngrajë vendimit të regu, ajda nga gjithë formën ligjore, për të në animuar ne. Unë për shponsor, për mërët punën dhe rekodin, asjer, dhe firma pasat e Nëse nuk kanë gjë tjetër për të shtuar. Nuk kam që të them, jam pa fjatë. Do të shtohet pika... Po pra, e futëm në rendin e ditës, bashkë me përtakimin nga shqiptarëve. Komisioni urbanistik. Atëherë sa janë flokët? Një pjesë publike nuk bëhet. Do bëjmë më bërë. Do bëjmë. Por do vinë do simpatizantët. Atëherë sa janë flokët të miratyre? Si pas asaj, e tham problem. Po, numër sa janë flokët? Ju në numërë. Po, falenderit. E tam me kushtin e tam, ta është shkuar me të verbal. Jo, e ka në kam të kjevës në ligje, në kjo se ajo është, do ketë në ligje me mund, e keni personale, të gjithë spatë. Nëse nuk ka gjithë fond. Kryetarin ka më diçka. Kryetar, sa po bëhet me kushtin sportin që në sektore? E gjithë të lëvizit e mbraqe me rëndohur, se njëra tjerë, e se përket që është fati madhe që bashkja jonë tash me kaca mjete, por çdo ditë dalin emergjenca të nga. Edhe ana tjetër e vërtetë është që këta punoni se neve kemi, në vërtet për
jam një nga grupimet që ka ndihmuar më shumë bashkimin e gjithëve. Atja, pra, drejtuesit e mjeteve ose mekanizatorë, se të quajmë apo eskavatoristë. Dhe kanë dalë ca emergjenca. Për shembull, rregullimi ati bregdeti, atyre që ishin sistemuara edhe ato një emergjenca pa parashikuar. Bllokimi i bregderit dhe stetit, nga komunikimi lagunën po prapë dhe që ishte pa parashikuar. Kemi një javë atje, sot që e kemi vënë në teres. Kam dhënë urdhër nga sot masëtite, padroma erne, sepse atje problemi me i madh është një bitimi. Dhe padroma erne nga sot masëtite do të vijoj një javë, sa tani përgërën dhe mendoj që për nga 2 javës do ta kem gati. Pjesën që bërë është Federata, them se ma ka, shpresoj mos ma ketë me i. Kur s'ka ta? Mëse? Ishtë të ndarja dhe në zjemë të fajtë e federatës. Atëre ka qenë me i që në fillim? Tani ju toni të japë vendimin apo se s'e vërtet apo toni që të tërgjë që e vërtet. Atëre, mu lutë federata, ato gjithë, kur unë e kisha të tapetin, kisha dhe një javë punë për të mbaruar. Por duke qenë që ishte shqipër të përrabite, dhe federata më thiri disa herë, më thirën atje, në qofse ma kam pas me ide, është ide e tyre, dhe atyre që janë pranë federatës që janë miqtë tuaj, për 3 gjyqohet atyre. Ja për ta shpjegoj. Ja për ndigjohet nga të shpjegoj, sepse pa tjetër. Ati, nuk e ngatroj fare. Jo, ariq fare. Sepse, vorë mi tuaj, kushuri tuaj. Ata e punën ata, ty ata e hoqën. Po, atë, e so përpusë. Jo, po të cëjë më së e ti, që më së e ti. Që se të kënë ti një ju bëtë, unë e di një, sepse unë kam qenë në ta. Dhe unë tash lejen që ta ikin, sepse unë prapi një ta njerëzë për mos e hequr, por me mirë kuptimin e mirë, për do njerë e më dakord me kërë thotë gjeni që do shkresëriste, ta mere era fjallë. Zvëns presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit më thiri në zyrë, ishte një takim kortezie, nga bërë dhe dhuratat më dha, dhe tha, jo një fushta, po 10 fushta do të më shpesë. Tani në gjusë e ka hajnë në lave? Kjo vesh e punë, a për këtë spjegim, me o shpjegot, ka që kjo është. Po dhe për vitin tjetër prapë, do shpejnë fushta prapë. A të nga këtë në lave në kurenin e këtë. Ka shefe qikre ta, ka marrë një ditë telefon. Kam kërku një separator nafte. Se s'kemi artë ati. Jo, një minut. Një separator nafte për varizin, për makinat. Po s'kemi artë për ati do t'a bërë tash. Do t'a bërë të rrugët të. Po mi më t'a bërë, po kanë emergjenca ose i dhate këtu të shikosh dhe njerëzë. Do t'a bërë, po kur, pra ne duhet të projekte që e më rrati, pare ti A i se shpojnë ne ka të projekte në atë, në investime. Po nuk është projekt investime ose. Se përpete, ku këmë që si Po sa i ca gjera thunë dhe privatisht. Kam dhe do t'a bërë. është për shumë emergjenta ajo se do t'ja që por vjen brandera, u shqip. Ka vite që Në këtë pozicion që jam unë, e kupton dhe me kaq eksperjenca kam te punës, po të them që nuk është ajo. Kam me 10 tjera me emergjente se ajo. Qa të them është? Po mirë pra, bërë të me timin dhe ajo. Elefantin e mi u shuzu. Kaj kush është me i rëndë? Do më dhe me këndështrinin tim, po them kam 10 të tjera para sa. Po do t'a bërë, sepse do vjen tje, do t'a bërë. E lasë për ju se bërë një provë, sa i bërë një provë atje. Dhe do t'a bërë. U largova për sa arsye. e tje për asin të këtë në Lasë po lana për... po, që bërë vjetë ma do premarin Po, do herë djetë ka për në qarë. Lidhje me këtë pikë, të dy këto fshatra, Stravecët e 3 ura,
Shqipëria ishte një projekt me gjysmënane për të freskuar tubacion, të cilën unë thjesht e kalova, ashtu siç ishte projekti. Dhe rrugës pam që të dy këto fshatra, për si të dy fshatra, po sidomos Travezin edhe Trevorën nga parë saksisa ishte debiktore ndaj OSHE-s, pompa që shpërndante ujin, ishte 17 milion lekë vjetra. E njëjta gjë ishte nga atje. Në Trevorën na do të një problem tjetër, që banorët që ishin atje po thoshin që nuk duam ujë nga ky fus, po duam fus tjetër. Pra, i mora të gjithë ato, përballë fola me drejtorin e ujësillësit, të kanalizimeve, dhe i kam propozuar diçka tjetër. I kam propozuar që një tubacion të ri nga depo e Grapianit kaloi në të gjithë fshatrat e Kodrave deri në Trevorë. Të lehtësia për komunitarë, sepse fikur pompa, shumë drita, hajde kjo, hajde në mënyrë se e kam organizuar, nuk ta spjegar nga pompat aty që po, atëre një projekt i ri. Para do bërë për ferrasin e jo, që të mendoni ju, se ferrasin tubacioni aty kalon, Grapiane, do shtuar ujë, nga jo do të për nga. Po mi të përdam mendime pastaj, po shpjegoja unë se jam me rast. Ta marroj unë atë shpjegimin. Ferrasin është gati. Po më ndigjoja se digje ke bërë ti garë, do ta bëj vot mirë. Se ke bërë gati. Digje ke bërë gati. Po, tani lutem ta marroj shpjegimin se si e bëra jo pyetje se bëre ti. E bëra ti do. Jo, ne banon shumë që. Po vëre ashtu është. Atë më punoj. Ndërsa lidhe me ferrasin që po thua ti, fali i madh është që ka filluar punime për sjellësi i gradisht dhe po shpresoj se ndoshta do të bëjë. Jo më është aty ujë, aty kanë depo Grapiane. Pra nuk ja marrim ujin, mos vrisoni nga Grapiane. Jo, është depo Grapiane. Po do të shtohet ferrasi. Edhe këtu ishte. Po zotëri lutem apo. Ai çfarë po them mund të di çka keni mendje, po më çfarë po them jo bash me kollaj. Është gati. Është gati. Ai ujë do të pa vaj depo shkon te depo këmishtes. Nëse di vendi si është. Po, atë e vendosin inxhinierët se ku do shkojnë, ku do shkojnë. Profesorja është që në 3 ore është ta vetë duhet të ketë ujë. Kjo është profesorja. Se të rri ambulanta ta ujë shkojnë në këtë temperaturë, nuk e di që të thuaj. Era fjalë të ujë në barretat e produtit. Është rrugë të funksion, por nuk ka ujë. Se sot në tha ai ku po prisja kurgane, na i gjani që i e kuriose, në vitet ujë por resta është. Atë i rregullim problem. Me tubacionet e ujtë në Përfavres, kam një problem shumë të madh, sepse njerëzit ju e dini se sa të përgjeshëm janë, dakor? Dhe tani kush do ta paguajë? Dhe aty ku i kemi ato të ndigjosh problem, nuk është vetëm tek ti, është në gjithë bashkinë, e di sa baneza ka bashkia, dhe e di se sa tubacione ujë janë, dhe e di se sa pompa e çojnë ujin pa marrë. Dhe në fund të ditës ka një kosto ekonomike. Prandaj uji duhet dhe me përgjegjës aty, të harruhet. Ai është në sjellje më rrugë. Edhe do dhe një kosh, duhet dhe një kosh edhe të bashkëja. Ka diçka tjetër për të shtuar lezen, po? Edhe diçka tjetër, diçka për të çarrë të I kam thënë njëri të më shkut për barezat, parë të barezat të fshatit, do ta paguajmë për to. Ata punojnë që ketë në Grapian, çuaj ta marrin ta që na të me drejtën ata, ta pastrojnë. Për korda ta paguajmë, do ta paguajmë. Që në përgjithësi, ne i kemi ndarë çdo njësi që e kam gjetur. Çdo njësi ka pasur për të mirëmbajtur barezat e saj. Bashkia ka një hyrë special. Ky vit ka qenë vit më më i mirë për sepse ka rënë shumë rrezni, por nga pikpamja e kohës ka qenë bardhë më shumë herë se herët e tjera. Dhe e vërtet që ka sa problem, të gjitha më. Megjithëse jemi munduar, por nuk ja do lëndon, që duhet ta rishikojmë më mirë për vitin që vjen. Problemi tjetër i madh që vjen këtu është ngjarje e madhe. Njësit ka këto grupet e vogla, ku të ta gjejmë benzinë? Kemi problem madh ligjor. Nuk ta lejojnë dhe në kemi ca halka të ndërlyje të vështira, se nuk është problemi për t'i dhënë një herë benzinë. Po nuk e kam me ty ose ai po ta
vetëm punë. Të lutem, nuk e se si ka ato letë, i ka bashkia. E ka të mjaftë, ka i vend. Problemi është nga që va teknikë se si ta bëjnë. Aranjore. Ashtu e ka të levarë, ka një për nga. Por janë duke bërë një zgjidhje tjetër, në e dini që para ca muesh, kur kaluam atë vendimin për krimin e një shoqërie të rreshe për këtë, dhe po mundohemi që me gjithë vendimet brenda statutit ligjor qeverisë shqiptare, se ca gjëra do të rregullojmë aty. Jemi duke u marrë, por kjo verë të kalojë. Për të radhë vjen mund për ato, do t'i pasoj. Pa problem, do të çojmë nesër. Mirë, nëse nuk ka diçka tjetër, do të kemi të